Me rritjen e temperaturave dhe shtimin e lëvizjeve drejt zonave turistike, veçanërisht atyre malore, janë shtuar edhe rastet e personave që paraqiten në urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës pas pickimeve nga Zvaranikët dhe Merimangat. Shefi i repartit të urgjencës Ardian Dajti bën të ditur se gjatë kësaj periudhe numri i rasteve është në rritje, pasi shumë qytetarë frekuentojnë natyrën për pushime, eci apo kamping, duke u ekspozuar më shumë ndaj zvaranikëve dhe insekteve. Shohim që ka prej temperaturave të larta ka dhe rritje minimale edhe të pickimeve nga gjarpni ose nga insektet, cilët pa dashje bën edhe probleme për ne. Edhe një sugjerim tjetër, pavarësisht se një pjesë e turizmit është edhe malore dhe janë bjesh, por ne po vëmë re që pickimet nga insektet ose kafshimet nga gjarpni po vinë edhe nga ato zona. Pra ndoshta duhet me bën kujdes me urrujtje prej tyne zvaranikëve, me urrujt prej merimangave ose insekteve tjera të mëdha. Mjeku ju bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes gjatë lëvizjeve në zona me bimësi të dendur, pyje apo terrene shkëmbore. Ai këshillon përdorimin e veshjeve dhe këpucëve të përshtatshme, shmangjen e prekjes së vendeve ku mund të fshihen gjarpërinjt apo merimangat, si dhe paraqitjen e menjëhershme në spital në rast pickimi, duke shmangur vetë trajtimin. Sipas mjekëve, reagimi i shpejtë dhe marrja në kohë ndihmës mjekësore është thelbësore për të shmangur komplikacionet.